Mirëmëngjes dhe motra. Mirë se kemi ardhur të gjithë në shtëpinë e Perëndis. Urojmë hiri Perëndis na prek sot dhe të hapim zemrat tona para Zotit, për të kuptuar atë që fryma do të ndajë me ne, para se të lexojmë një pjesë nga shkrimi. Le të bëjmë një lutje. Perëndi i shenjtë, aty në qellor, duke qëndruar para Teje, o Perëndi, ngrem zemrat tona lart dhe të falenderojmë sepse na ke dhënë Ti këtë drejtë, Perëndi, të vim dhe të qëndrojmë para fronit të hirit. Të falenderoj sepse ai vel që na ndante nga shenjtë të shenjtëve u shqyeu atë kur Biri yt Jezu Krisht u kryqëzua për mëkatet e gjithë botës dhe për mëkatet tona. Faleminderit që ne mund të vim para Teje, të drejtohemi dhe të kemi një ndërmjetësues në qiell që është shpëtimtari ynë Jezu Krisht. Është jo vetëm shpëtimtari ynë, por ndërmjetësuesi ynë, mësuesi ynë dhe shpenguesi ynë. Askush prej nesh, Zot, nuk është mësues, nuk mund ta kemi këtë titull, por me frikë qëndrojmë para Teje, me frikë të shenjtë, Zot, duke mbajtur në duar fjalën Tënde, dhe lutemi që në mendjet tona ndoshta të cekta, ndoshta të vogla, Ti të shtjellosh shkrimin Tënd, Zot, dhe lutemi që fjalët njerëzore të mos zënë vend në zemrat tona, por vetëm atë që fryma jote përcjellohet. Në emër të Birit Jezu Krisht lutem. Amin. Po lexoj nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 7, nga vargu 7 deri tek vargu 14. Lypni do t'ju jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokitni dhe do t'ju hapet. Sepse kushdo që lyp, merr, dhe ai që kërkon gjen, dhe atij që troket do t'i hapet. Ose cili është ai njeri ndër ju që po t'i lyp biri buk do t'i jap gur, dhe po t'i lyp një peshk t'i jap një gjarpër? Nëse pra ju që jeni të ligj dini t'u jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq më tepër Ati juaj që është në qiell, do t'ju jap gjëra të mira atyre që ja lypin atij. Gjithçka pra që ju doni t'ju bëjnë njerëzit, kështu ua bëni edhe ju atyre, sepse ky është ligji dhe profetët. Hyni përmes derës së ngushtë, sepse e gjerë është dera dhe hapur është udha që të çon në humbje, dhe shumë janë ata që hyjnë nëpër të. Sepse e ngushtë është dera dhe e shtrënguar është udha që të çon në jetë, dhe pak janë ata që e gjejnë atë. Amin. Lexojmë këtu një premtim të dhënë nga Zoti ynë Jezu Krisht, një premtim që nuk u bëri vetëm dëgjuesve të asaj kohe, pra njerëzve që kishte para Tij, por është një premtim që vlen dhe për të gjithë brezat në vazhdim dhe për ne sot. Është diçka që na ngushëllon, na jep kurajo kur ne dim që Zoti na ka dhënë këtë premtim që në rast se I kërkojmë diçka do të na jap. A vlen kjo dhe sot? A e shohim në praktikë të realizohet sa herë që ne I kërkojmë Perëndis diçka? Si thoni, nëse jemi të sinqert para njëri tjetrit dhe para Perëndis, e kemi marrë gjithmonë diçka që kemi kërkuar Perëndis dhe na është dhënë? Nga përvoja jonë besoj se jo. Lypni do t'ju jepet, por ndonjëherë kemi lypur, pra kemi kërkuar dhe nuk e kemi marrë. Pse?
Një përgjigje na jepet tek Jakobi, pra letra e Jakobit, kapitulli 4 dhe vargu 3. Ju lypni dhe nuk merrni, sepse lypni keqjas që të shpenzoni për qefet tuaja. Pra, Jakobi këtu na jep një shpjegim pse jo gjithmonë kërkesat tona nuk plotësohen nga Perëndia, sepse jo gjithmonë ato janë sipas vullnetit të Perëndisë dhe jo gjithmonë ato bëhen për bekimin ton frymor, por dhe pa egoizëm. Ju lypni dhe nuk merrni sepse kërkoni keqjas, pra kërkoni në mënyrë jo të drejtë, në mënyrë të keqe. Ndodh kjo në jetën tonë? Ja drejton këtë letër Jakobi vetëm atyre të asaj kohe, apo sot ne jemi ndryshe nga ata njerëz. Ne kërkojmë, jemi më frymëror dhe më të pjekur se ata dhe dim çfarë kërkojmë. Gjithmonë kërkojmë sipas zemrës së Atit. Besoj se një nga arsyet që sot ne nuk marrim është kjo, sepse kërkojmë me egoizëm. Kërkojmë me atë kërkesën e fëmijës së vogël që kërkon me ngut diçka dhe duhet ja japsh. Por nuk besoj se është vetëm kjo arsyeja që ne nuk marrim gjithmonë që kërkojmë nga Perëndia. Jo gjithmonë ne kërkojmë me egoizëm, jo gjithmonë ne kërkojmë në mënyrë jo të saktë. Ndoshta ndonjëherë kërkesat tona janë vetë pastra dhe vërtet frymërore, por prap nuk marrim përgjigje. Shohim një heshtje nga ana e Perëndisë. Ashtu si përgjigja që mori Pali, kur vuante, thot nga gjembi në mish. 3 herë ju Perëndisë. Tek 2 Korintasve, 12, 7 deri në 9. Dhe që të mos mbahem më të madh, për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, mu dha një gjëm në mish, një engjëll i Satanit për të më rënë me grushta, që të mos mbahem më të madh. Për këtë ju luta 3 herë Zotit që ta largonte nga unë, por ai më tha: hiri im të mjafton. Sepse fuqia ime përsoset në dobësi. Prandaj me kënaqësi të madhe do të mbure më tepër në dobësitë e mia, që fuqia e Krishtit të rritë tek unë. E parashojmë këtu një palë që dim se sa vegle e fuqishme u bën duart e Perëndisë, se çfarë zbulesa pati dhe një pjesë të mirë të shkrimit Perëndia na i ka përcjellë nëpërmjet këtij shërbëtori, nëpërmjet Palit. Pra një njeri vërtet besimi, një njeri që ja kishte përkushtuar gjithë jetën e tij Perëndisë, pa mbajtur rezerva fare për jetën e tij. Kërkoi diçka që s'mund të thuhet që është fare egoiste. Vuante dhe ju drejtua Atit, ma largo këtë. Ma largo këtë vuajtje. Çliron. Jo 1 herë, jo 2, 3 herë thot. Përgjigja ishte jo. Hiri im të mjafton. Nëpërmjet kësaj kuptojmë se sa i rëndësishëm është hiri i Perëndisë që na shoqëron ne, dhe jo më tepër plotësimi i kërkesave tona, që e përsëris shpesh herë mund të jenë vërtet të domosdoshme. Dhe një nga këto është shëndeti ynë. Sa herë jemi lutur Perëndisë që Perëndia të na shërojë, të na jap fuqi, por
shohim që shpeshherë shëndeti ynë nuk është ai që do duhet, dhe jo vetëm shëndeti. Shumë gjëra të tjera i kërkojmë Perëndis dhe ai thot prit. Perëndia ka kohën e vet. Ne si njerëz kemi tendenca të jemi të paduruar, kërkojmë diçka dhe e duam menjëherë. U luta sot, nesër të marr përgjigje, por ndonjëherë zgjat dhe vite marrje përgjigjes dhe jo vetëm që merr kohë, por ndonjëherë mund të jetë jo. Dhe kur është jo, çfarë bëjmë? E dini, jeta e krishterë, vëllezër dhe motra, ndonjëherë shumë jo e vështirë, por bëhet herezikshme kur ne nuk kuptojmë siç duhet vullnetin e Perëndis dhe nuk duam të kuptojmë vullnetin e Perëndis. Ishte javën e kaluar që vëllai ndau temat e konferencës dhe nga fundi e mbylli me këtë. Thonë që jeta e krishterë është shumë e vështirë, por unë po them që nuk është e vështirë, tha. Është e pamundur. Domethënë kur thotë nuk është e vështirë, ne presim të thotë që jo, është e thjeshtë, është e lehtë. Është e pamundur në rast se ne nuk ecim krah për krah me Perëndin. Jeta e krishterë bëhet e rrezikshme dhe zhgënjyese kur ne në vend që të piqemi të kuptojmë vullnetin e Perëndis, duam të marrim ato që na premtohen dhe thjesht deri aty. Dhe ju them që do gjeni njerëz të zhgënjur, akoma dhe në ungjillëzim, mund të gjeni njerëz më armiqësor, njerëz që kanë qenë nëpër kisha, më armiqësor se ateistët, më armiqësor se ata që janë të një feje tjetër, kanë qenë ose janë, sepse janë zhgënjur dhe janë zhgënjur shumë. Jo se Perëndia është që na zhgënjen, po na zhgënjen ato pritshmëritë që ne kemi ndaj Perëndis. Sepse ne ndonjëherë harrojmë që Perëndia është ai që është mbi gjithçka dhe ne jemi shërbëtorët e tij dhe duam ta bëjmë Perëndin shërbëtorin tonë. Zot më jep këtë, Zot më mungon kjo. Pra si jo lodër do thoja, por sikur Perëndia nuk është ai i pavaruri, i sovrani, i gjithëpushtetshmi, i gjithdijshmi, por sikur ne jemi ata që do t'i tregojmë Perëndis se çfarë t'na jap, si t'na jap, kur t'na jap. Dhe harrojmë që në vërtet premtimet janë për ne dhe vërtet Perëndia i mban premtimet, por gjithmonë premtimet e Perëndis për t'i marrë shoqërohen dhe me urdhrime, ashtu si dikur kur bekoi populli i Izraelit, thoshte që nëse bën këtë, atëherë unë do bekoj, do shumoj, do jem Perëndia juaj. Kishte kushte. Sot ne harrojmë që Perëndia kushtin e parë ka që thot duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde. E anashkalojmë pjesën tonë, pra çfarë i detyrohemi në Perëndis, gjithë zemrën tonë dhe kalojmë te kërkesat. Duke kujtuar kështu një fëmijë të vogël që fillon të thotë baba, mama, dua këtë, të dua shumë, do ma blesh këtë, dhe kur ti i thua jo, menjëherë fytyra e tij bëhet e zynt, fillon të akuzon, dhe ku shkoi dashuria e tij? Sapo të kishte thënë që të do, dhe ti thjesht i refuzove një akullore, cilën ti ndoshta nuk e bëre se kurseve ato lekët, por e di që është e dëmshme për të dhe nuk ja bleve. Zemra e këtij fëmije ndryshon karshi teje. Kështu ndodh dhe me ne dhe Perëndin. Me ndryshimin që Perëndia i ka gjithmonë mundësi të na i plotësoj kërkesat dhe gjithashtu di gjithçka më mirë se ne. Ne dim të mirën e fëmijës son, por gjithmonë dim më të mirën. Perëndia është ai që di më të mirën për ne. Perëndia është që shkon para nesh, ditë të ketë atë providencën që quhet, pra atë përkujdesjen për mëtej,
Dhe ne shohim vetëm të sotmen, që pse s'ma dha këtë. Shumë herë është e pa kuptueshme ajo që bëhet dhe ne nuk mund të hetojmë dot mendjen e Perëndis. Ashtu si thot tek Isaia. Isaia 55:9 thotë që rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja dhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja. A arrin dot mendja jonë të kap mendimet e Perëndis? Nuk jemi në gjendje vëllezër e motra veç se përmes besimit. Me logjikën tonë nuk arrim dot të perceptojmë Perëndin. Sepse këtë gabim bëjmë ndonjëherë sikur meqense kemi lexuar shkrimet, kemi kuptuar plotësisht se çfarë thot Perëndia brenda shkrimeve, cili është karakteri i Perëndis, dhe na duket sikur na është zbuluar krejt Perëndia. Vërtet Perëndia na është zbuluar nëpërmjet fjalës së tij, por në masën që ne mund të kuptojmë dhe në masën që Perëndia do. Nuk mund t'i tregoj Perëndis dikush që zbulohet më tepër, sepse në radhë parë ne nuk mbajmë dot më tepër. Perëndia na zbulohet aq sa ne mbajmë. Dhe janë gjëra që janë hap pas hapi, Perëndia duke parë besimin ton, duke parë dorëzimin e zemrës son, atëherë na bën edhe një hap më tej, na zbulohet më tepër. Si Krishti kur lau kënd dhe dishepullët e tij tha, këtë moment ju nuk mund ta kuptoni këtë që unë po bëj, por më vonë ta kuptoni. Dhe vërtet, më vonë, dishepullët e kuptuan se çfarë thotë ky lloj shërbimi, çfarë thotë ky veprim që bëri Zoti tyre. Duke treguar për ulësinë, duke treguar që jemi këtu për të shërbyer, dhe jo për të shërbyer, jo si zotërim, po si shërbëtor. Duhet të kemi, thot, në ne atë ndjenjë që është në Krishtin. Ashtu si Zoti Jezus kur pa vuante, të merësisht, në kopshtin e Gjetsemanit, para se të dorëzoj, para se të arrestoj, dim agonin që kaloi, sepse e dinte shumë mirë se çfarë priste, jo vetëm nga ana fizike, torturat që e pristin, por dhe nga ana shpirtërore, kostoja e madhe që do kishte mbartja e gjithë mëkateve të botës, ndarja nga Ati, për asnjë çast, në përjetësi, biri nuk ishte ndarë nga Ati, ishin gjithmonë bashkë. Erdhi momenti kur ai do përjetonte këtë tmerr dhe e kishte zënë ankthi. U lut 3 herë thot, por u lut duke kërkuar vullnetin e Perëndis. Tek Luka 22:42. Luka 22:42, duke thënë, o atë, po të duash, largoje këtë kub nga unë. Megjithatë, mos u bëft vullneti im, por ryti. Pra kërkoi nga Ati, nëse ishte e mundur të mos ndodhte ajo që kishte për ndodhur, sepse e tham që priste diçka e tmerrshme, por vuri vullnetin e Atit Perëndim mbi vullnetin e tij. U bëftë vullneti yt. Tek Isaia na thuhet që mëkati krijon një mur midis nesh dhe Perëndis. Dhe këtë ne e dimë dhe besojmë dhe ne kemi përjetuar. Që mëkati të ndan nga Perëndia dhe pret çdo komunikim. Pra është një lloj si një linjë që pritet. Nuk mund na dëgjojë Perëndia kur ne jemi në mëkat. Por a përjetojmë këtë gjë vetëm kur jemi në mëkat? Jemi gjithmonë në marrëdhënie të mirë me Perëndinë dhe e shohim gjithmonë pretendin ton dhe vetëm kur mëkatojmë ne e humbim fytyrën e Perëndis, apo ka dhe momente të tjera për të cilat Perëndia na lejon që të humbim pak atë fytyrën e tij, mos e shohim. Është një varg që vërtet bën përshtypje se si Perëndia na vën në provë
Është e 2 Kronikave 32-31, është bëhet fjalë për një mbret, një nga mbretët më të drejtë që ka ekzistuar dhe që bënte gjithmonë vullnetin e Perëndisë, pra bëhet fjalë për Ezekian, 2 Kronikave. Dy Kronikave 32-31. Por kur krejt e Babilonis i dërguan lajmëtar për t'u informuar për mrekullitë që kishte ndodhur në vend, Perëndia e braktisi për ta vënë në provë, për të njohur gjithçka që ishte në zemrën e tij. Pra këtu shohim që Perëndia ka momente që do të na vënë në provë për të parë se ku qëndron zemra jonë. A e duam dhe qëndrojmë në te sepse marrim dhurata, sepse shohim gjithmonë prezencën e tij në jetën tonë dhe ne jemi në rregull, po kur për një çast humbi fytyrën e tij, ku qëndron zemra jonë? Si qëndroi zemra e Jobit kur për një çast humbi gjithçka që kishte? Familjen, pasurinë, shërbëtorët, shëndetin, pra gjithçka. Vetëm fryma i kishte ngelur. Domethënë ishte pak para vdekjes. Dhe atë nëse jo ta kishte lejuar Perëndia, Satani ishte gati t'ia merrte, por dora e Perëndisë nuk e lejoi. Dhe shohim se sa i ndershëm qëndroi Jobi atëherë kur humbi të gjitha. Lakuri që kemi dhe lakuri do shkojmë. Lëvduar qoftë Perëndia. Ishte një qëndrim shumë i madh, një besim i jashtëzakonshëm i Jobit, një ndershmëri e madhe e zemrës së tij, një njeri i vërtet heroi i besimit dhe për të marrë shembull, gjë që nuk e bëjmë dhe në momente të tilla na kujtojnë gjëra nga jeta jonë se si kemi qëndruar në momente të vështira dhe personalisht kam për të dëshmuar para jush një moment shumë kritik të jetës sime kur unë jo vetëm që nuk qëndrova me besim për të pranuar çdo gjë që Perëndia të lejonte, por u bëra provokues dhe ndoshta arrogant para Perëndisë. Ishte një moment që unë rrezikoja të humbja një njeri të familjes sime. Zemra ime ishte shtrënguar shumë, gjoksi sa s'po më dilte jashtë dhe qëndroj para Perëndisë dhe i them ndoshta me tundim, ndoshta me nuk e di se arrin të quhet dhe blasfemi, por thash Zot, nëse unë do ta humb këtë njeri, dije që unë s'kam për të shërbyer me ty. Sigurisht që u pendova për këtë më pas, sigurisht që kuptova se sa pamend është të shpreh njeriu kështu para Perëndisë, se sa provokues bëhesh, dhe s'ke të drejtë ti drejtohesh Perëndisë me këtë mënyrë. Sikur unë isha kryeshërbetori i Perëndisë dhe pa mua s'do bëhej gjë në tokë më. Por dhe sikur ti ishe i tillë, si Pali thot, mirë unë po s'bëra që më është ngarkuar. Pra, gjithmonë e mban veten të përulur dhe nuk thot që ja s'po bëj unë, shko çka mbar unë. Ashtu siç lexuam më parë që Perëndia kërkon ta mbajtë përulur duke thot që mos mbahem të madh për shkak të zbulesave të mëdha që më ka dhënë Perëndia. Është shumë e rëndë vëllezër e motra që ne të arrijmë të kundërshtojmë vullnetin e Perëndisë dhe të bëhemi tundues të tij. Zot, pos ma dhe këtë, dije që unë do largohem. Kush jemi ne që t'i kundërvijemi vullnetit të Perëndisë dhe çfarë dim ne për të nesërmen? Ka vështirësi jeta dhe Perëndia lejon, sepse pa vështirësi, pa shtrëngime, nuk ka rritje në zemrën e të krishterit, nuk na ka thirrur Perëndia për një jetë të rehatshme. E thot qartë në shkrimin e tij shumë herë që vështirësinë na presin dhe e lexuam që është e ngushtë dera
që në të cilë duhet të hymë, dhe shtegu është i shtrënguar, thot, por kjo nuk mund na bëj që t'i kundërvijemi vullnetin e Perëndis, nuk na bëj ankues, grindavec para Perëndis. Më pëlqen dhe i qëndrimi i Maris dhe Martës, të cilën e kemi lexuar dhe javën e kaluar, u përmend Marta dhe Maria, kur vëllai i tyre i dashur u sëmur rënd për vdekje. Na thuhet në shkrim që ishin miq të Jezusit. Jezusi e donte dhe Marian, thot, dhe Lazarin, dhe ishte ky Zot që kishte shëruar kaq e kaq njerëz. Motrat i dërguan lajm që Zot, vllai ynë Lazari, atë që ti e do, është i sëmur. Pra, eja dhe shëroje. Dhe ishin në pritje. Merrni në moment agoninë e tyre, merrni në moment shqetësimin e tyre, atë orë që kalonin duke parë vllajën e tyre në shtrat, duke vdekur, dhe Jezusin duke u vonuar. Sa herë mund të kenë dalë jashtë për të parë, sa herë mund të kenë hedhur vështrimet e tyre nga dritarja, hepse s'po vjen. Dhe kur erdhi Zoti, ishte tepër vonë. Thot, kishin kaluar 4 ditë që ai gjende në varr. Të dyja motrat, duke takuar veç e veç, i bëjnë të njëjtën deklaratë Zotit. Jo pyetje, pse nuk erdhe, ku ishe, ç'më erdhe tani është tepër vonë. Zot, po të ishte ti këtu, vëllai do jetonte. Trashojmë një besim me përullësi, jo me akuzë. Pse Zot na i bëre këtë? Pse Zot nuk erdhe? Pse lejoj që të kalojmë një tmerr të tillë, një dhimbje kaq të madhe? Do kalojmë dhe shtrëngime, vëllezër dhe motra, do kalojmë dhe vështirësi. Jo gjithmonë kemi përgjigje. Jo se tani që unë po lexoj këto vargje, po mundohem t'ju shpjegoj shkrimin e Perëndis dhe kam kuptuar vullnetin e Perëndis. Ka pse të cilat ne ndoshta vetëm qiell do i mësojmë, pse na ndodhen, pse lejoi Perëndia, çfarë mësimi ishte ky. Nuk kemi në gjendje ta kuptojmë në këtë jetë sepse mendja jonë është e ngushtë. Mos harrojmë që Perëndia është i Perëndi sovran dhe ai ushtron të drejtësi mbi gjithë universin. Ai bën atë që di më mirë, atë që i takon si Perëndi, dhe ne thjesht në angelet të pranojmë vullnetin e tij dhe të qëndrojmë të nënshtruar në dorën e tij të fuqishme, duke ditur se ai do më të mirën për ne. Këtë nuk mund të harrojmë kurrë. Ndoshta mund të duket e pa drejta që po kalojmë, ndoshta mund duket e dhimbshme, si po e duron zemra atërore këtë periudhë që unë po kaloj, por mos harrojmë që gjithmonë çdo gjë është për mirë. Janë këto periudha kur njeriu kalon dhe vjen djalli dhe i përshprit, ku është ai Perëndia yt? A nuk je ti bia e ti, nuk je ti biri i ti? Pra ku e ke? Pse pa huan? Pse je pa punë? Pse sot po mendoj shkosh shumë market dhe nuk je mjaftueshëm për të marrë ushqim për fëmijët e tu? Vjen djalli na i përshprit edhe vëllezër motra dhe ndoshta na bën të ndjehemi keq ndonjëherë, por më pëlqen shumë përgjigja që i dhanë mbretit 3 shokët e Danielit, kur nuk pranuan të përulen para idhujve të tij dhe nuk pranuan të adhurojnë figurën që ai kishte ngritur. Mbret, ne besojmë se Perëndia i cili i shërbejmë është në gjendje të na çlirojë nga furra e zjarrit që ti ke përgatitur për të na djegur, por edhe nga dora jote. E megjithatë, e sikur të mos e bëj, ne nuk do të përulemi para idhujve tu dhe para figurës tënde. Këtë pret Perëndia nga ne, domethënë edhe sikur të mos ndryj në atë moment që ne presim, zemra unë të qëndroj besnike në të. Të pranoj Perëndin në të gjitha rrugët tona. Pranoni Zotin në të gjitha rrugët tuaja. Këtë duhet kemi vëllezër dhe motra si
moto të jetës sonë. Gëzohuni duke qenë pjesëtar të vuajtjeve të Krishtit, thot, tek 1 Pjetrit, kapitulli 4 dhe vargu 12-13. Pra le mos bëhemi si fëmijë të përkëdhelur, sepse ne, thot Korintës, i njohim pjesërisht, thot, nuk njohim gjithë vuajtjet e Perëndisë që shpaloset para nesh. Ne shohim në përmjekull. Nuk ne janë hapur sy të shohim siç duhet lavdinë e Perëndisë. Dhe dua ta mbyll vëllezër dhe motra me një varg nga Romakët, kapitulli 11 dhe vargu 33. Më falni, kapitulli 8, vargu 28. Dhe ne e dimë se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndinë, për ata që janë thirrur sipas qëllimit të Tij. Pra le të kemi në mendje se gjithçka që ndodh rreth nesh, gjithçka që Perëndia lejon të ndodhë, është për të mirën tonë dhe gjithçka do të dalë në të mirën dhe bekimin tonë. Pra është për rritjen tonë frymore, për t'ju afruar më shumë Perëndisë, për të rritur në besim dhe për të njohur më shumë vullnetin Perëndi. Kjo është që ne duhet të mbajmë në mendje, në zemër, që gjithçka që Perëndia lejon, nuk e lejon për të na munduar, nuk e lejon për të na bërë të vuajmë, por në atë pjesën e rrugtimit tonë, në atë shtekun e ngushtë, do kalojmë dhe gjëra të dhimbshme dhe gjëra që na bëjnë që të ndihemi ndoshta keq. Kjo është ajo që doja të ndaja, të pranojmë në Perëndisë dhe asnjëherë mos akuzojmë Perëndinë, asnjëherë mos bëhemi të llastuar, grindavec dhe akuzues, por e japim lavdi Perëndisë në çdo kohë, vëllezër dhe motra. Amin.